me pasoja edhe më të rënda për shtetin e Iranit. Ndërkohë ky fundit ka premtuar se do të hap merret, mirëpo se sa ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë pas situatës së palakunshme në cilën ndodhet, mbetet të shihet, sepse siç thash disa prej segmenteve kryesore që e kanë ndihmuar shtrirjen e hegemonisë e Iranit në rajon janë dëmtuar tej mase, regjimi i Asadit ka rënë në Siri, forcat e sipërsekura thuaj se kanë kolapsuar dhe në këtë mënyrë duket që shteti i Iranit përpas disa sulmeve sikur ai që ndodhi para ditës por pa arritur asnjë nuk ka kapacitete tjera që ta klerët ndaj shtetit Izraelit në rrethanat aktuale. Pra është një presion shtesë që i bëhet Iranit që të ulet në tavolinën e bisedimeve me qëllim që finalizohet një herë për gjithmonë ky proces. Por duket që SBA-t janë të interesuara që të mos eskaloj konflikti, sepse ndonjë eskalim i tij do të kishte pasoja fatale dhe katastrofale jo vetëm për rajonin, por edhe botën me implikime jashtëzakonisht të tmerrshme, sidomos në aspektin ekonomik. Ne i pamë vetëm lajmet e para, informacionet e para që filluan të vinin se pas këtij sulmi çmimet e naftës filluan me automatizëm që të ngritën. Ne po e shohim me çfarë pasoja dhe me çfarë krize energjetike po përballet bota që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Zotri Gasolli, i përmendëm armët bërthamore, tani në këtë rast a duhet friksohet bota, pra kur flasim për situatën e sigurisë, a duhet friksohet bota nga armët bërthamore, nga përdorimi i tyre? Po ndërgjë, pashmangshëm që kjo frikë ekziston, ne kemi parë edhe gjatë luftës në Ukrainë. Njëra prej arsyeve kryesore se perëndimi ka qenë jo shumë këmbgulës, ta quaj kështu, sa i përket për ta mbështetur Ukrainën me të gjitha kapacitetet që i ka në dispozicion, vetëm frika e përdorimit të armëve bërthamore. Por aktualisht Irani nuk besoj që i posedon kapacitetet e tilla, mirë po ishte dje një informacion i agjencisë bërthamore të OKB që mirët me monitorimin e në fakt ajo shndrua në rezolut i cili mirët me monitorimin e pasurimit të uraniumit në Iran, i cili deklaroi që Irani ka që disa vite që nuk është duke vepruar në përputhje me detyrimet që i ka për mos përhapjen e armëve bërthamore. Pra dhe nëse ka një vend, du marrë parasysh edhe retorikën çfarë kanë ndjekur regjimi i Teheranit, sepse regjimi i Teheranit në vazhdimsi ka deklaruar që nuk janë jetën drejtën për ekzistencë shtetit të Izraelit. Dhe atëherë duke u bazuar në këtë retorikë, në këtë insistim të Iranit që të ketë domosdoshmërisht armë bërthamore, Izraeli ka kalkuluar që është momenti i duhur për të mos i lënë asnjë shans apo rast, apo të mos i lënë asnjë gjë rastësisë, por për të intervenuar me kohë për të shkatruar, sepse Izraeli edhe më herët, ko pas kohë ka bombarduar caqet ushtarake bërthamore, punishtet bërthamore të Iranit, ko pas kohë, si dihet, i ka eliminuar pjesëtarë të gardës e tij revolucionare, ko pas kohë ka eliminuar edhe disa prej shkencëtarëve që kanë punuar në programin bërthamor të Iranit, por ky ishte njëri prej sulmeve më të paprecedenta dhe më të befasishme që ka ndërmarrë shteti i Izraelit mbi Iranin. Në të njëjtën kohë, analistë ndryshëm ndërkombëtar sigurisë kanë vënë në fakt që mbase ky sulm pikërisht kur po zhvillohej procesi negociatave mund të kenë edhe efekte tjera negative, sepse mund të ndikojnë tek krahu radikal i Iranit që ta kalkulojnë këtë situatë atëherë si të domosdoshme që të punojnë në sigurimin e armëve bërthamore, sepse vetëm këtë mënyrë mund ta ndjejnë veten më të siguruar. Zotri Gasolli, a ndryshon tash ky moment ekuilibrin e forcave kur flasim për lindjen e mesme? Po, si që thashë edhe në fillim, kryeministri izraelit në vazhdimsi ka potencuar se qëllimi kryesor i tij do të thotë në planin afatgjat, në një lloj makroplani është që të ndryshojë ekuilibri i forcave në mënyrë që të kufizohet përpjekja hegemonike e Iranit në rajon. Dhe kohën e fundit nuk ka dyshim se Izraeli i ka arritur disa rezultate të cilat i sipërceka, mirë po tash nuk besoj që Irani në farë mënyrë ka kapacitete që ta rimarr veten pas këtyre sulmeve që ka përjetuar, mirë po problemi është se aty ka ndodhur një dinamikë tjetër, sepse nëse sa i përket marrëveshjes së parë bërthamore ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ish presidenti Obama dhe Iranit, edhe shtetet arabe
ishin në të njëjtën linjë me Izraelin duke e denoncuar atë marrëveshje, të cilën vetë presidenti Trump e kishte anuluar, ndërkohë kohën e fundit shtetet arabe kanë bërë thirrje gjithë